Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa sahbihi ajma'in. Të nderuar, kësaj radhe në këtë video po flasim për komentimin e ëndrave. Edhe pse sa herë flas këtë temë, më shkruajnë shumë herë hoxh komentarman e ëndër, dhe unë i tregoj që në privat nuk komentoj ëndra. Dhe unë personalisht nuk i komentoj ëndrat pa i shikuar apo i rishikuar në libër apo në librat e komentimit të ëndrave. Pra librat e shumta. Pse? Për shkak se komentimi i ëndrave nuk bëhet vetëm me simbole. Për shembull, e pash gjarpnin, çka do të thotë në gjarp? Ta shohësh një gjarpër në ëndër dhe do të thotë armik. Okej. Tash ka qindra edhe mia njerëz që më ndjekun këtu në këtë kanal të YouTube-s ose edhe në rrjetet të tjera sociale. Dhe secili nuk e sheh ëndrrën e njëjtë me gjarpër. Për shembull, dikush e sheh gjarprin e bardhë, dikush e sheh të zi, dikush e sheh të verdhë, dikush e sheh me ngjyra të ndryshme, dikush e sheh gjarprin agresiv, dikush tjetër e sheh gjarprin i cili po e shoqëron. Dikun ai flet gjarprin e ëndër. Pra sa herë e komentojmë në ëndër, mos të mendojmë se secilit i përshtatet kjo, dhe secili portal që komenton ëndra në rrjetet sociale, mos i besoni që patjetër po i përshtatet ëndrës tuaj. Prandaj, është mirë që kur e sheh një ëndër të keqe, mos me fol, çashtu na ka mësuar pejgamberi alayhis salam, mos ia trego kërkujt. Ndërsa kur shohim ëndër të mirë apo me një kuptim të mirë, është mirë që me diskutu, me ja tregu dikujt ose që e don ose dikujt që din me ta komentu ëndrën, atë ëndër të mirë. Normal hoxhallarët shumica nuk mirën me ëndrat shumë, sepse njeriu sheh ëndër shpesh dhe kërkesa për me komentu ëndrat është e madhe tek secili. Mirë, po do të mundohemi pak a shumë që me i tregu edhe shikuesve se pak mundet me ja komentu vetet ëndrën. Dhe sidomos për një ëndër të mirë, për një ëndër që vlen të komentohet, është mirë me kqyr fillimisht anën pozitive. Edhe nëse sheh shejtanin në ëndër, shikoje anën pozitive, duke u bazuar te fjalët e të parëve, të komentuesve të parë, që thonë se shejtani kur shihet në ëndër është shenjë që ëndërruesi është i devotshëm, është i sinqert në fenë e Zotit. Pse? Sepse u bazu se shejtani kur nuk mundet me mashtru në jetën e përditshme, shkon në ëndër me e dëshpëru. Për shembull, një nan e devotshme sheh ëndër se i ka vdek djali ose çika, vajza e vladi. Një çift i sapo martuar shohin ëndër se po ndahen, po urrehen, po tradhtohen e kështu me radhë. Pra shejtani është ai i cili po e manipulon, po mundohet të manipulon në ëndër përmes shqetësimit tek një besimtar. Kështu që komentimi i ëndrave, pra, mos të mendojmë se e pash në ëndër një luan dhe po shkoj në internet me njëherë me kliku aty, me kqyr se çfarë do të thotë luani në ëndër. Por nuk bën kështu. Pse? Se luani në ëndër kanjëherë sfigurët si mik, kanjëherë është armik. Pra këtë në varet qysh e ke pa luanin ëndrën në përgjithësi. Kanjëherë mund të komentojmë për shembull se po pim helm, e kemi pi helmin. Dhe çka do të thotë helmi në ëndër? Po nuk do të thotë çdo herë keq. Nuk do të thotë keq, se varet pastaj a e ka mbyt ëndruesin helmi apo jo. Pra krejt këto komentime do të mundohemi inshallah gradualisht me i sqaru në të ardhmen. Edhe pse shumë herë kam thonë kështu, po nuk më ka premtu nga njerë koha, nga njerë neglizhenca, nga njerë edhe
raste tjera që mirën për shembull për rukje dhe probleme tjera të ngjashme që nuk më ka leju me vazhdu me komentimin e ëndrave. Mirë, po komentimin e ëndrave kam ndalu edhe më herët në kanalin tjetër për një arsye që Zotin e kam dëshmitar vetëm se mos me ja thellu, se e pash që u thellu në njerëz shumë të komentimi i ëndrave dhe unë e ndërpreva për këtë arsye. Prandaj ajo çka është më kryesore në këtë video, po du me thonë se sa herë që e sheh një ëndër të keqe, mos e komento, mos kërko koment. Jo e pash se një njeri e shkeli kerri në rrugë edhe i ka ra koka të kom të mija, edhe veç me i ta i shqetsu në më kanali fryma, pastaj pe i frymarës të vështërsu në mdull gjumi. Këto ëndra mos i komenta. Por, kër e sheh një ëndër të mirë, komentoje vetëm me anën pozitive dhe insha Allah do të gjesh pozitivitet kur sheh një ëndër të mirë. Për këtë arsye, e lusim Allahun Azza wa Jall, se mbeta edhe pa e pi kafen, që Allahu të na lehtëson neve jetën në përgjithësi në gjgandër, në realitet pra, dhe të na i lehtëson edhe ëndrat e këqija të mos i shohim dhe të shohim ëndra të mira me një kuptim të mirë, por shumë rrallë. Ma mirë është rrallë me pa ëndra, por të vërteta dhe të mira. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum.